se ka të drejtë Greqia. Ka qenë gjithmonë, domethënë, kultura e kolaboracionizmit në këtë vend është, të paktën ne që merrim me burimet e vjetra, është prej kohësh. Domethënë gjithmonë janë mes shqiptarëve njërës që bën interesat e të tjerëve. Kjo ndodhe në vendet e tjera, nuk kemi specie veçantë në këtë drejtim. Specie veçantë është zoti Berisha, sigurisht, që erdhi me flamurin e patriotizmit, e kupton, dhe vetëm të analizosh lëshimet që ka bërë ai, vetëm në raport me grekët, jo me serbët pasaj, që po, edhe ti thua që si është e mundur që një politikan i tillë është akoma sot është edhe adhurohet nga një turm gjithmonë e më e vogël, por është turm e dhunshme, është turm që s'ka logjik, domethënë shet drejt duqes, atij të drejtuesit të vetë dhe nuk arsyeton. Sepse në rastin konkret, se kemi çështjen e Belerit. Kush e vuri Beleri? Kush e ka përdiu atë sfidë të madhe që u bë shtetit shqiptar? Jo, që u vran dy ushtarak shqiptar, apo jo? Në 93-shin. U vran në territori shqiptar, u sulmua nga një komando ku ishte dhe Fredi Beleri. Presidenti ateshme që zoti Berisha, që ishte kryre komandanti i forcave të armatosura, pra që edhe një sfidë personale. Ai merr shumë personalisht, këtë nuk e mori personalisht.